Surja El Mutaffifin, Mekase, 36 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shumit, mëshirë plotit. Mjerë për ata që hanë peshë dhe matje, që kur masin për veten e marrin masën të plot, ndërsa kur u masin të tjerëve me litër ose me kandar, u apaksojnë. A nuk mendojnë ata se do të ringjallen në një ditë të madhe? Ditën kur të gjithë njerëzit do të dalin para Zotit të botëve. Sigurisht që do të ringjallen, dhe libri i punë mbrapshtëve do të jetë në Sijgjin. E kush do të ta shpjegoj ty se ç'është Sijgjin? Është një libër i shkruar. Mjerë mohuesit atë ditë, të cilët mohuan ditën e gjykimit. Askush nuk e mohon atë, përveç gjunahqarve që shkelin çdo kufi, e të cilët kur u lexohen shpalljet tona thonë: këto janë prallat të popujve të lashtë. Nuk është ashtu, por veprat e tyre të këqija u a kanë mbuluar zemrat. Nuk është ashtu. Në të vërtet, atë ditë një vel do t'i pengoj ata që të shohin Zotin e tyre. Pastaj, me siguri do të hyjnë në zjarrin e xhehenemit e do t'u thuhet: ja kjo ajo që e quani të gënjeshtërt. Ndërsa libri i punë drejtëve, me siguri që do të jetë në Il Lijun. E kush do të ta shpjegoj ty se ç'është Il Lijun? Është një libër i shkruar. Atë e dëshmojnë të afërmit e Allahut. Me të vërtet punë drejtët do të gjenden në xhenet, duke shikuar nga divanet. Në fytyrat e tyre do të njohësh shkëlqimin e lumturisë. Atyre do t'u jepet të pinë musht të pastër të ruajtur mirë, fundi i të cilit është myshku. Për këtë, le të përpiqen ata që përpiqen, dhe ai musht do të përzihet me ujin e tesnimit, nga burimi i të cilit do të pinë më të afërmit e Allahut. Vërtet, keqbërësit qeshnin me ata që besonin, duke ja shkelur syrin njëri tjetrit sa herë që ata kalonin pranë tyre. Kur ktheheshin te njerëzit e vet, ata talleshin me besimtarët, dhe kur i shihnin ata, thoshin: këta janë të humbur, ndonse nuk qenë dërguar për kujdestar të tyre. Por sot, ata që kanë besuar do t'i përqeshin jo besimtarët, e nga divanet e ngritura do t'i shikojnë. A janë shpërblyer meritueshëm mohuesit për atë që kanë bërë?